Urimi më i pranueshëm është ai i fitores të padiskutueshme në zgjedhje si subjekt politik, natyrisht, edhe sa i takon njësisë 6, ku isha drejtues politik, jam i kënaqur që dolëm më mirë se sa, po themi, edhe pjesa tjetër e njësive të tjera bashkiake, që janë 14 njësi bashkiake qytetëse, pra njësit urbane. Kombinati ka qenë me rezultate të larta gjithmonë, por rikonfirmoi vetveten, rikonfirmuam rezultatet e vitit 2021 dhe jemi të parët në kuptimin brenda nesh të garën brenda qytetit, brenda kryeqytetit, ndërsa në rang qarkun mesataren e qarkut jemi gati mbi 6% më shumë, në rang njësisë bashkiake jemi ka përshtyje 4% më shumë, me rezultatet e fundit pas mbylljes numërimit, dhe kjo është për të qenë krenar, sepse kombinati nuk është një zonë e lehtë, ka pasur probleme, rindërtimi, tërmeti, është një zonë që ka akoma problematika, kështu që 1200 familje janë ende për të sistemuar me shtëpi, kanë lëvizur, ka një rënje në numrin e zgjedhësve sepse ikin dhe pashaportizohen në njësinë 14, pra zvoglohet numri i zgjedhësve, të cilët në censusin tonë rezultonin që ishin shumica socialist. E kështu që disa sfida së bashku, por për kombinatin në veçanti presurime, në kuptimin e mirë të fjalës, se jo unë personalisht, por gjithë ekipi që punoj. Nuk po ju pyet zoti Gonxha për pritshmëritë e rezultatit në përgjithësi, pasi atë ka bërë vetë kryesocialisti Edi Rama në atë që ka konsideruar memorandumi i dytë i Kuçit. Megjithatë, në ato llogaritjet tuaja paraprake që nga momenti kur vendosët për të kandiduar në këtë zonë, është deri tani brenda atyre pritshmërive apo i ka tejkaluar, apo prisin edhe ndoshta më shumë? Mua më duhet të flas në dimensionin që jam, si drejtues politik i njësisë 6, fokus kryesor, dhe ndihmoj natyrisht në qarkun Tiranë me punën time sa mundem. Dhe përderisa jemi kandidat qarku të gjithë, natyrisht që kemi dalë gjithë në për qark, në 5 bashkitë e qarku Tiranë, dhe natyrisht që rezultati i qarku Tiranë është shumë i rëndësishëm për ne, dhe mendojmë që diaspora do sjell vota ende, besoj që ne jemi përpara dhe atje. Vetë njësia 6, ne kemi bërë regjistrime dhe si njësi, pra si struktura elektorale, njësia 6 ka bërë regjistrimet më të mëdha sa i takon nivel bashkie, nivel qarku Tiranë, edhe nivel vendi, dhe presim përjedhoj një vot të konsiderueshme nga diaspora. Shpresojmë të zhbllokohet situata me votën nga Greqia, dhe kjo vot do bëj që besiguri mendoj do ishte një synim i arritshëm dhe mandati 20.